Edmir Froku dhe Erion Salgjekaj. I presim, është dyshja tjetër e vendosur nga arbitri. Patjetër, edhe një herë, Ftojmë atëherë Edmir Floku dhe Erion Salgjekaj. Edhe një herë, Edi, mund të themi që janë dy krah të fortë. Dy krah të fortë, rezistues. Patjetër. Shumë rezistues, të cilët kanë arritur deri në këtë fazë të rëndësishme. Atëherë, në qoftë ata që janë me Edin, një dorë tërkritje për Edin. Bravo, ndërkohë që ato që janë me Erionin, një duar trokitje. Barazim, Hajde të uguali. shohim kush do fitoj. Un bel trattore contro un muro però. Atëherë arbitri thot një traktor për kundra një muri. Ky është e krahasimi. Ka dhe ndeshje. Atëherë kemi dy Rocky Balboa këtu. Dy Rocky Balboa bjond nga gysi. Suksese djemave. Fjala për arbitrin, rregulla e parë, vendosja e duarve, pastaj rregullimi i shpatullës. Dhe ti je kaq pranë ta shikosh, është shumë emocionuese. Vendosja e duarve, fjala për arbitrin. Erioni apo Edmiri, të shohim kush do fitoj. Ready, go! Forca tipo! E shikoni mi që dora është shumë e rëndë. Cili do jetë Janë dy konkurrentë shumë të fortë. E shikoni dhe nata është shumë e rëndë. Janë dy kategori të ndryshme. Janë energji të jashtëzakonshme që shpenzohen. Janë dy konkurrentë shumë të fortë. Atëherë, fituesi i kësaj nate është Edi! Edmir Froku!